Përshëndetje Prishtina, jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Siç e shikoni, ky është momenti i mbylljes së forumit Women Peace Security organizuar nga presidentja e shkëlqyesia e saj Vjosa Osmani dhe unë jam shumë e lumtur sot që si grua vi për të mbështetur një grua, është një nga figurat politike që respektoj më shumë si në Shqipëri edhe në Kosovë. Edhe sot studion televizive kam zhvendosur këtu me gjitha fëmijët fantastik nga Republika e Kosovës, po dhe Republika e Shqipërisë, të cilët bashkë me mua do të bëjnë një panel këtu shumë origjinal për t'i bërë pyetje presidentes. Pyetje nga ato me krip, pyetje nga ato që duket sikur e fusin në kurth një personazh, po që janë në fakt më të sinqertat, më të bukurat që e bëjnë botën të duket e bukur, me ngjyra. Atë që do çdo fëmijë në fakt. Ne dim që bota në shumë zona të hartës gjeografike është një vatër lufte dhe fëmijëve nuk ju garantohet as minimumi të drejtave që një fëmijë duhet të ketë. E shumë herë humanizmi, por edhe politika ndërkombëtare në lidhje me këtë temë kaq sensitive ka dështuar. Është një shprehje Mandelës e cila thotë diçka esenciale që do doja ta sillja në këtë forum i cili ka patur në qendër pikërisht këtë temë, paqen globale, orientuar kryesisht ndaj trajtimit të fëmijëve, të grave dhe pastaj të gjithë qenieve humane, patjetër edhe burrave, që janë shtyllat e mbajtjes së familjeve. Ai thotë që të gjithë njerëzit lindin nga dashuria. E shumë prej tyre e mësojnë edhe e praktikojnë gjatë jetës urrejtjen. Në qoftë se urrejtja mund të praktikohet e të mësohet, a nuk mendoni që shumë e thjesht kultivojmë dashurinë? Ky është mesazhi im personal që është një nga ata pak zëra publik që mund të dëgjohet në Shqipëri dhe në Kosovë. Ju falemnderit të gjithëve që jeni sot këtu, është vërtet nder dhe privilegj për mua që të jem në momentin final që mbyll këtë forum. Përshëndes 500 fëmijët që janë në sallë dhe dua të dëgjoj të gjithë fëmijët që janë këtu. Dhe patjetër prindrit e tyre. Dua që duartrokitjen më të fortë dhe më të sinqertë t'ja dedikojmë presidentes shkëlqësisë së saj Vjosa Osmani, e cila është e mirëpritur të vi tani këtu. Zonja presidente, është një nder i jashtëzakonshëm për këtë ftesë që na është bërë edhe për neve, ka qenë vërtet një privilegj i madh që të jemi këtu të gjithë bashk për ta parë pak botën tani nga këndvështrimi dhe optika origjinale e fëmijëve. Pyetjet nuk janë shumë të vështira, po nuk janë pyetje të zakonshme me cilat ju vahaseni kur keni panele gazetarësh të rrezikshëm nga ata që nuk kursejnë asnjë lloj polemike. Këtu jemi vetëm sheqer dhe ylber me shumicë. Po dhe pak spec her pas here, apo jo. Kush do të japi pyetjen i parë? Etieni. A e dini që emri juaj Vjosa është si lumi Vjosa, lumi më i egur në Europë? Po mirë, si e keni mbajtur gjitha të lumë brenda vetes? Para se të përgjigjem në pyetje, faleminderit shumë Alketa, shumë të dashur fëmijë. Ne edhe vitin e kaluar e kemi përmbyllur forumin me më të rinjët tonë, më të ëmbëlit tonë, sepse duam jo vetëm ta përmbyllim forumin në një notë pozitive, por në të njëjtën kohë t'ja përkujtojmë të gjithëve pse punojmë, pse mundohemi dhe pse shkon gjithë ajo përpjekje në mbrojtje të paqes. Është pikërisht për shkak të zemrave të vogla që i shihni sot këtu prezent. Kosova ka kaluar vërtet në tmerre të mëdha dhe ka humbur shumë fëmijë gjatë atyre tmerreve të luftës. Mirë po kur sot i shohim vajza e djem të vegjël me aq shumë dashuri, dhe ajo që ndim në çdo vend është pikërisht ndjenja që ta jap e qeshura e tyre, buzëqeshja e tyre, dashuria e tyre në vend të tmerreve që i kemi përjetuar, i jap kuptim gjithçkaje që ne bëjmë çdo ditë. Faleminderit edhe një herë të gjithëve që janë sot prezent, sepse e bëni edhe shumë madhështor përfundimin e këtij forumi, por madhështorët janë pikërisht fëmijët të cilëve edhe i është dedikuar i gjithë forumi në këto 2 ditë. Tani të kthehem te Kam një surprizë për ty. Mu dash pak me mendu për përgjigje, prandaj edhe e zgjata. Ua, po komentoje pak Etienne, komentoje. Sa i përket lumit Vjosa, në kohën kur kam lind unë, ne në Kosovë kemi qenë duke jetu në robëri. Dhe në atë periudhë dhe ka qenë e pamundur që ta vizitojmë Shqipërinë, sepse për shkak të regjimit të Miloševićit kemi qenë të izoluar, ne si fëmijë nuk kemi pasur të drejtën as të shkojmë në shkollë, sepse edhe ajo e drejtë na është mohuar. Kështu që prindërit tanë, përveç që kanë luftuar, i kanë rezistuar atij regjimi, kanë sakrifikuar gjithçka, në të njëjtën kohë
edhe mbrojtjen e identitetit shqiptar e kanë bërë edhe nëpërmjet emrave të fëmijëve të tyre. Dhe në Kosovë, prandaj, do të gjeni shumë emra të lumejve, të maleve, të shumë trevave shqiptare. Prandaj, përveç që gjenerata jonë ka shumë vjosa, ka po ashtu edhe shumë vlora, ka berat, e shumë tomor, e shumë emra të tjerë, të cilët tregojnë dashurinë e madhe që e kemi për Shqipërinë. E tash lumi vjosa, përveç se që është lumi i fundit i egër në Evropë, është edhe unë mendoj lumi më i bukur në botë. Në të njëjtë edhe shpresoj që kushdo që se ka vizituar që ta vizitoj, po në të njëjtën kohë është edhe lumi më i shpejt. Kështu që ndoshta emri ma ka jap edhe energjinë, edhe shpejtësinë që me i kry punët me energji. Prandaj edhe e mbaj kështu brenda vetes.